se ka dhomat ku pacientë hospitalizohen, jo domosdoshmërisht që intervenohen kirurgjikisht, po edhe që përcjellen, apo? Po, kjo është e saktë. Kryesisht janë për pacientët të cilët i nënshtrohen intervenimeve kirurgjike, mandej i kalojnë disa ditë varësisht prej nevojave, i kalojnë në këto dhoma tu. Këto dhoma janë me të vërtetë dhoma me standarde mjaft larta. Si hotel me pasye në fakt, me pas qef njeri me ardhë, me nejt me pushu pak. Me të vërtetë këto i plotësojnë standardet. Gjithë prej nesh kemi përvoja dhe në përëndim, po mbi gjitha doktorët e cilit i kemi që punojnë këtu të na, shpeshherë më kam thonë që edhe në shtetet e Bashkimit Evropian ku ata punojnë, nuk i kanë shumë spitale, jo që gjitha spitalet, por shumë spitalet në të cilat ata kanë punu, nuk i kanë kushtet si i kemi na këtu. Nuk e dja kam drejt me të pytë sa a që shkojnë nota, çmimet për një natë kur hospitalizohet pacienti apo janë zakonisht nëse një pacient ju ka nënshtruar një intervenimi kirurgjik, ajo hyn kuadër të çmimit të intervenimit dhe pacienti nuk pagun asgjë. Jemi shumë liberal sa i përket çmimeve, nganjëherë kur pacienti ka nevojë me nejt një natë dy, nuk po më kujtohet në rast që ka pagu pacienti në herë shtesë për ato, edhe pse ka qëndru ma gjatë të natë. Por nëse një pacient vjen për hospitalizim, ma mërmeja që kemi një ndër çmime më të lira në Kosovë, edhe pse kushtet ndoshta i kena më të mira se gjithë. Janë 180 euro paguhet për një natë, që nuk kupton me trajtim, me kujdes, ushqim, gjitha gjonat që i duhen pacientit për të kaluar natën. Dhe kapaciteti një infermier për shembull kujdeset sa është ndrym ta zamesarin 3 ditë në spital. Unë kam gjithmonë një infermier ose infermiere që kujdeset për mua. Por normal 24 orë ka infermier këtu. Në repart ku jemi konkretisht tani, punojmë me ndrrime. Janë infermierët të cilët punojnë me ndrrime. Edhe këtu ka 24 orë, pavarësisht çfarë dite orë, domethënë 7 ditë të javës, 24 orë është mbuluar me infermier, po edhe me doktor. Edhe mjeku kujdestar. Edhe mjeku kujdestar, gjithmonë. Herpasere për gjendjen e pacientit. Këtu përfshihet përveç akomodimit pacientit edhe familjarët që mund të jenë si përcjellës nëse dojnë. Po nëse dojnë familjarët normal nuk paguajnë kurrë kurse si kemi marrë, si kemi nuk i kemi detyruar pacientët që të paguajnë për punë. E kam fjalën përcjellës së tyre. Secila dhomë ka banjon e vet personale. Gjitha gjonat, çka duhet me një dhomë, çka duhet për një ditë normale, për një para shumë ashtu s'po duhet të shprehna në atë formë. Nuk po shprehna në atë formë, po thamë me vërtet që janë nuk po përmendi kemi pasur personalitete shumë të rëndësishme ndërkombëtare, po s'po përmendim me emër që kur ka ardhur me vizitu spitalin, unë ja kam prezantuar se ka pas një familjar këtu, një prej tyre, edhe kur këtu thotë jo, s'kam asnjë dyshim që kam më mirë se në hotel. Edhe vjet një personalitet shumë i lartë që s'po përmendi prap me emën, ka ndajt vetë me familjarët e vet, jo si pacient, po ka ndajt si përcjellës trina që ka kaluar në spital. Edhe kjo ke mundësia me ekspozu vetëm këtë dhomë sepse dhomat tjera janë gjitha në zona me pacientë. Dhomat janë gjitha të njëjta, dhomat janë me nga një shtrat, gjitha. Nuk e kemi asnjë dhomë që janë dy pacientë me një dhomë. Dhe fati është që këto dhomat janë afër dhe sallave dhe janë afër sallat janë një kat më poshtë, është lifti i cili i bart pacientat me shtrat, pacientit. Për ndonjë rast emergjente. Do ta them edhe një gjë, unë vetë ju kam nënshtruar një intervenim kirurgjik, nesër bën 8 javë. Këtu edhe derisa e kam besuar shëndetin tim personal, i ftoj edhe njerëz tjerë me ne besu shëndetin e vet. Unë kam besuar shëndetin tim doktorëve që janë këtu edhe këty në kushteve që po i shohim.